është të vërtetuar se qëndrimi pozitiv në disa raste është më i fortë se talenti. Nëse qëndrimi jot është negativ, do të pengojë arritjet e tua si talent. Qëndrimi i gabuar është të mendojmë se do kemi probleme. Qëndrimi i dur është që problemet janë pjesë të jetës. Pra si shikojmë problemet? Si dënim nga Zoti apo si një dhuratë? Imagjino tani sa ndryshim ka nëse i shikojmë si dënim nga Zoti. Imagjino nëse i shikojmë si një dhuratë. Nëse i shikojmë si një dhuratë, dhuratën do ta gjejmë, por një pjesë e madhe të njerëzve e din këtë, por në të njëjtin kohë nuk besojmë në atë nivel që ta shikojmë atë dhuratë. Pra e dim, por nuk besojmë që një vështirësi është një dhuratë. Neve duhet kemi qëndrimin pozitiv, por nuk duhet jemi naiv. Qëndrimi pozitiv është një zgjedhje, është qëndrimi më i mirë, por nuk është strategji. Nëse neve themi që qëndrimi pozitiv është shumë i rëndësishëm, çliron energji, bën të mundur që të largohemi situatave stresuese, atëherë duhet marrim një vendim që do të jetë ky. Neve nuk do të lejojmë vetës që të ecim në jetën tonë pa patur qëndrimin pozitiv. Duhet t'i themi vetës, unë jam shumë i keq në të qenit negativ, sepse të qenit pozitiv është natyra ime. Pse duhet të kemi qëndrimin e dur në çdo situatë? Sepse situata do të vinë, problemet do të vinë, vështirësi do vinë, pengesat do të vinë, janë pjesë të jetës. Nëse mendojmë se nuk do kemi, është problem i madh. Por ajo pyetja ime është kjo: çfarë do thotë të kemi qëndrim pozitiv? Si do ta pajisim sistemin ton, qëndrimet që duhet kemi brenda të fusim në nën vetëdijen tonë, dhe çfarë janë ato fjalë në mënyrë që të themi po, e kemi qëndrimin pozitiv. Se nëse ne nuk e dim se kush është fjalori të qëndrimit pozitiv, atëherë nuk do ta kemi, nuk do ta afrojmë, nuk do të përqafojmë qëndrimin pozitiv. Qëndrimi pozitiv për shembull është çdo gjë ndodh për një arsye të mirë. Mua në jetën time, në mënyrë të vazhdueshme, kur më vjen një shqetësim, një pengesë, një vështirësi, një dështim, nuk e di. Direkt që në momentin e parë them, ku është e mirë e kësaj? Sigurisht që ekziston një dhuratë. Dhurata edhe sikur mos të duket një dhuratë, vetëm mësimi qendrore është një dhuratë. Por nëse nuk mëson, ajo është një dështim. Fjalore është çdo gjë që vjen për diçka të mirë. Çdo pengesë, vonesë është një dhuratë. Vjen ajo pengesa, ajo vështirësia për të na bërë më të fortë. Gjithmonë do të mendojmë qëndrim pozitiv, se ka zgjidhje. Jo vetëm ka një zgjidhje, por ka disa zgjidhje. Nëse unë nuk di, po din disa njerëz, janë njerëz të skuadrës që din, janë miq të tanë, burrimet tanë që kemi, lidhjet, marrëdhëniet me njerëz, të cilët do t'i pyesim. Pa qëndrimi dur është jo vetëm se ekzistojnë zgjidhje, po ekzistojnë disa zgjidhje. Jo vetëm se unë nuk e di, por nëse unë nuk e di, disa njerëz të tjerë të dinë. Ajo që është shumë e rëndësishme është që neve ta vendosim në mendjen tonë që çdo gjë është e mundur. Asgjë nuk është e pamundur. Nëse të duket e pamundur, vendos kreativitetin dhe zgjidhje do t'i kesh. Një fjalor tjetër të qenit pozitiv është çdo gjë kalon. Problemet nuk janë të përhershme. Problemet janë të përkohshme. Atëherë mbas dimrit vjen vera. Por duhet të kemi kujdes se mbas verës do vi prap dimri. Pra mos na kapi paniku. Sigurisht që në jetë probleme nuk paralajmërojnë, nuk do thonë se kur do vinë. Por një gjë është sigurt, gjërat janë ciklike në jetë. Por sa të Zot jemi neve. Jo sa e rrezohemi, sa të aftë jemi, të çohemi, pa çdo vështirësi. Qëndrimi pozitiv është universi, nuk të sjell një problem pa të dhënë zgjidhjet. Por ti do të shikosh, ti do të jesh i hapur, do të dish që zgjidhjet ekzistojnë. Erdhi ai problem, erdhi ajo vështirësia, erdhi për të na bërë më të fortë. Erdhi dhe verdhi në formën e një dhurate. Prandaj ne duhet të premtojmë vetes që do ta bëjmë qëndrimin pozitiv shprehi. Do ta tregojmë qëndrimin pozitiv me entuziazmin tonë në çdo moment. Do të jemi të hapur ndaj gjesaret. Do të kujdesemi në mënyrë të vazhdueshme nëse duam të kemi qëndrim pozitiv. Do të premtojmë vetes që do të kujdesemi për shëndetin tonë, për lumturinë, për rritjen. Do bëjmë njohjen, do ta bëjmë zakon. Do ta trajnojmë mendjen në formë të tillë që të shikojë në çdo gjë që ndodh, të mirën tek ajo që ndodh. Dhe nga ana tjetër do të shikojmë kush është ajo mendësi që neve duhet ndërtojmë. Çfarë do të jemi ne, pritsa apo do të jemi lidera në jetën tonë? Do të jemi ambasador të pozitivitetit, të energjisë pozitive, të qëndrimit pozitiv.